Mirë mbrëma të nderuar shikues, po rikthehemi sërish në studio pas një interviste të debatit për Prizrenin. Do t'jemi bashkë me analizën zgjedhore për të diskutuar bashkë këtë që nuk erdhen kandidatët e tjerë të komunës Prizrenit, por edhe fushatën lokale në 17 ditë, bashkë me tëftuar në studio, kam zotri Muhamet Kelmendin. Mirë se kjo arë, zotri Kelmendi. Faleminderit për ftesën. Është Dorajeti Meri, mirë se kjo arë, Dorajet. Mirë se gjitha, faleminderit. Është Fatime Ajdoari, mirë se kjo arë, Fatime. Faleminderit, fitore. Është zotri Sadik Zeqiri, mirë se kjo arë, zotri Zeqiri. Faleminderit. Kishim të planifikuar një debat me komunën e Prizrenit dhe me kandidatët për kryetar të komunës atje. Shaqir Totaj i PDK-s refuzoi ftesën dhe të tjerët, Artan Abrashi, VV-s, Driton Selmoana i LDK-s, Zavir Berisha i Bashkimit Demokratik, Albulena Boalaj Halimi nga Nisma, refuzuan të vinë pasi Totaj nuk ishte prezent. Por këtë hapësirë e shfrytëzoi kandidati AK-s, zotri Besnik Krasniqi, i cili ndau me ne dhe me qytetarët e Prizrenit platformën e tij për 4 vite mandat. Po nisi me juve, Dorajet. Fillimisht, si e sheh këtë mungesë të kandidatëve të tjerë, me arsyetimin që kryetari tanishëm nuk është në debat? Edhe për kryetarin, edhe për kandidatët, do të janë një vërejtje publike, kështu jo me shkrim, sepse televizioni publik i ka ofruar një platformë të jashtëzakonshme, jo vetëm tash, po edhe më herët, po sidomos tash në fushat, për të qenë, si ta themi, një medium përmes së cilës do të komunikojmë me çdo qytetar të komunës së Prizrenit, sekundës që të dhe ofrojmë profilet e tyre si model edhe për komunat e tjera. Është hera e disot që po mungojnë, her kryetari, her kandidatët e tjerë, dhe tash kryetari e rrjedhimisht edhe disa kundërkandidat, nuk e vlerësoj as pak pozitive, sepse mungesa e gatishmërisë për të debatuar është mungesë e gatishmërisë për të përballur me argumentin kundër, para së gjithash. Dhe kjo mungesë e ballafaqimit ose gatishmërisë për të ballafaquar me argumentin kundër, i bie që nuk je i gatshëm që të marrësh përgjegjësi të reja. Dhe zoti Totaj ka gabuar shumë rënd që po i shmonget debateve publike. Një kryetar i cili ka një përvojë, një kryetar i cili ka qëndruar për 4 vjet, unë besoj që ka mjaftueshëm çfarë të flet sot para qytetarëve të, ose do duhej që të ishte i gatshëm që të fliste sot para qytetarëve fillimisht të vendit nga ardhur, pra nga Prizreni, por edhe para subjektin e tij, sikundër edhe për ata të cilët do të votojnë për herë të parë, dhe për ata të cilët kanë ndryshuar ndoshta mendje për shkak të ndonjë pune të mirë të bërë atje. Dhe kjo nuk duhet të jetë një mësim, do të thoya, edhe për kandidatët e tjerë të komunave që do të kemi për 2 javë të ardhshme deri në fund të raundit të parë, e aty ku do të kemi balotazh edhe për rastet e tjera, sepse konsideroj që në medium, sidomos në mediumin publik, duhet që të shpalosen vizioni, qëndrimet, plan programet, sekundër edhe kur ndër argumentet, të cilat ata kanë për këtë fushat. Por kjo flet për varfrinë që kanë, edhe në këtë rast, sidomos për Prizrenin, fol për mungesën e leadershipit, edhe fol për mungesën, do thoya, edhe të një projekti i cili siguron atyre një mbështetje të gjerë, dhe kur i përmbledhim gjithë këto, konsideroj që është diçka të rëndësishme negative e pa shembullt dhe do thoya me konotacione negative për rezultatin e tyre në këtë zgjedhje. Zotri Kelmendi, është hera e parë që ju kam në studio gjatë kësaj fushate zgjedhore. Faleminderit që jeni sonte këtu. Ne deri më tani kemi realizuar diku 17 debate në këtë studio, duke parë kandidatë të ndryshëm të partive politike, platforma të ndryshme. Por ka pas disa raste kur kryetarët e tanishëm, të cilët aspirojnë edhe një mandat tjetër, i kanë ikë saj përballjes me kundërkandidatët, edhe ndonjëherë kanë pamundsuar debatin, se si duket kundërkandidatët e dëshirojnë më dhe mos këtë përballjen me atë që është deri më tani në qeverisje. Realisht, si e vlerësoni këtë ikjen, po them figurativisht, nga diskutimi? Unë po nisem me thënien që thatë ju ikje. Ikja nga debati nuk është diçka antidemokratike. Përkundërzi, takon demokracisë dhe zhvillimeve demokratike, është e drejtë çdo kandidati të shkojë në debat apo mos të shkojë në debat. Të shpreh mendimet e veta apo mos të shpreh mendimet e veta. Demokracia liberale parlamentare, sikur se është edhe Kosovës, dhe unë i takoj kësaj demokracie që nga viti 2000 ku marr pjesë në zgjedhjet e para lokale dhe pashtu 2001 zgjedhjet e përgjithshme, i takon çdo kujna të marrë pjesë. Më kujtohet shumë bukur. Zoti Rogova në atë kohë nuk vinte në asnjë debat. Pothuajse në vazhdimsi nuk ka shkuar në për debate të tilla.
zoti Thoqi, zoti Haradinaj, edhe në të tjerë të kemi lutur në gjë kohë më ardhur me shpalosur platformën politike, që ne ka patur, por nuk ka ardhur. Pra, në qoftë se një kandidat, një kryetari i një komune, ose një kandidat tjetër që është kandidat potencial për të zgjedhur kryetar, pretendon dhe ka mendimet e tilla që në një vend të caktuar, pavarësisht çfarë televizioni apo publik apo privat, i bëhet dëm karrierës së tij dhe programit të tij politik në realizimin e pikëqëndrimeve të cilat ka për të zgjedhur kryetar, ai më zgjedh. Dhe te natyrisht është demokratike, ne duhet të pranojmë ose zgjedhja e tyre. Dhe në këtë kontekst unë nuk shoh diçka negative, ndonse nuk duhet të kundërshtoj kolegën e mëparshëm që foliste. Jo, është çështje interesante kjo, edhe besoj që është demokratike, po në raport me qytetarët, me ata që po ja kërkon votën dhe nuk dëshiron të jap llogari për të bëmat e të pabëmat gjatë mandatit. Në raport me publikun, cili është... Po është e drejtë e qytetarit mos të futuar atë. Ky domethënë një mjet demokratik nuk e shfrytëzon, nuk shkon në debat me kandidatët tjerë dhe kandidatët të cilët janë potencial për të zgjedhur kryetar, natyrisht se qytetarët mund ta dënojnë. Dënimi i tij është me votë. Dhe në zgjedhje të tilla që do të bëhen në tetor, tani unë nuk e di a do të dënojnë kryetarin e tanishëm dhe do të fitojë dikush tjetër, se nuk e kam mendje më fut në atë fushë se cili kandidat që në më mirë se cili atjetri. Por qytetarët votuesit e kanë në dorën e tyre me votuar ose me dënuar ose mos me avon votën dhe kësaj natyrisht demokracia e jap këtë mundësi dhe është e drejtë e tij ligjore që të vi apo mos të vi. Dhe në këtë drejtim unë nuk duhet të them se nuk i ka bë mirë demokracisë këtë çështje. Sikur që tha kolegu im më parshëm. Natyrisht në demokraci është mirë që të shkohen kandidatët, të shprehin mendimet, të bëjnë shpalosjen e platformave të tyre politike, të tregojnë çka kanë arritur dhe diku kanë mbetur, në mënyrë që t'japë qytetarëve mundësinë që ata me votuar, por është e drejtë e tyre dhe ne apo përsëris. Ne mund të kritikojmë këtu, mund të japim mendime të ndryshme për ta, por është e drejtë e tyre të vinë apo mos vinë. Pastaj mund pas Fatimës besoj për të parë pak a shumë këtë pjesën e parë se ku qëndroni me gjykimin tuaj. Që është demokratike, pajtohem edhe që është pjesë e vullnetit të lirë, po për tek kësaj konsideroj që nuk mund të krahasohen me fuqinë politike që dikur ka pas presidenti Rugova dhe luksin e tij për të mos shkuar në debate publike. Ne dim çfarë fuqie politike kanë këta kryetar, në shumicën e rasteve mezi arrin të bëhen kryetar, dhe mendoj që përgjegjësia e tyre sa i përket zgjedhjeve lokale është shumë e madhe sepse për 4 vite mandat ata kanë në një farë forme edhe përgjegjësi politike, por jo vetëm, edhe përgjegjësi njerëzore për të dalë dhe për të treguar para qytetarëve ku kanë ngecur dhe për çfarë arsye, ose në rastet e kundërta për të treguar sukseset e tyre të vazhdueshme potencialisht nëse i kanë pasur, ikja prej ballafaqimit me kundërkandidat ose ikja prej debateve publike tregon që e kanë frikën e kësaj që e tha zoti Kelmendi më herët, që potencialisht mund të dëmtohen sa u përket zgjedhjeve dhe humbjes të votave. Kalkulojnë vota. Absolutisht, edhe e shohin më të arsyeshme për të mos ardhur fare në debate edhe për të ikur kështu ndoshta edhe përgjegjësive të cilat kundërkandidatët mund t'i kërkojnë prej tyre. Po për të kësaj konsideroj që është koha e vetme kur qytetarët mund ta kenë një pasqyrë të qartë mbi atë se çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë dhe ta dëgjojnë prej kryetarit tyre që e kanë zgjedhur dikur me votën e tyre për 4 vite mandat. Dhe mendoj që është më e pakta që do duhet ta bënin, të paktën me ardhur në televizionin publik, edhe nëse nuk kanë kohë për gjitha televizionit, se e konsideroj që tashmë megjithatë janë bërë disa studio televizive, por të paktën me nda kohë për 1 orë e gjysmë në televizionin publik edhe për t'u dalë qytetarëve përpara. Sadik. Unë po lidhe me profesor Kelmendin që tha që mungesa tyre mund të ndëshkoj votuese të gjithë kandidatët ose kandidatin që ka mungu. Por këtu po mungon kryetari aktual, që është edhe kandidat, në këtë rast po flasim për Prizrenin, por kemi pas edhe komuna tjera, ku kandidatët që rikandidojnë edhe për një mandat e qenë kryetar komunash, po mungojnë vazhdimisht. Prandaj në qoftë se qytetari e ndeshkon kandidatin që po mungon, atë që ka me bo qytetari edhe për kandidatet tjerë, të cilët po solidarizohen, jo me dëshirën e tyne, me kandidatin ose
kandidatin që peshojnë pak më të fortë që po mungon ai, kështu që po mungojnë edhe të tjerët. Prandaj qytetarin në qoftë se mbetet duke i ndeshkuar mbetet edhe pa kryetar fare. Po unë mendoj që kandidatët duhet të gjejnë kohë, nuk duhet të arsitohen që jemi në fushat dhe kemi agenda, sepse edhe fushat është edhe në televizion këtë vish. Madje unë e konsideroj që më shumë i ofrohet qytetarit, komunës vetë, kandidatin në përmes ekranit televiziv, se sa në përmes aty në fushatave e aty në takimeve të vogla që i bën në për lokalet vogla ose në për qytet ose në për ku takohen ata me qytetarët e komunës vetë. Realisht edhe ndryshon fushata zotëri Zeqiri e televizionit me këtyre derë në derë. Sepse unë besoj që premtimet e tyre derë në derë janë për vendin, për ngjarjen, për rrugën, për fshatin. Dërsa në televizion flitet për projekte pak më të mëdha në kuptimin e komunës. Ata derë në derë morren informacionin nga ata banorë ose ata qytetarë që shku me i taku se çka keni nevojë për këtë lagje ose për këtë fshat. Por ato fora që morrin shënim me nevojat edhe kërkesat e aty në qytetarëve të mundshëm që kanë mi votu. Ndërsa nëpërmes ekranit televiziv, qoftë në RTK, qoftë në televizione tjera, unë kam thonë edhe disa herë, po them edhe tash, hinë në çdo familje të banorëve, tash po flasim për Prizrenin, nëpërmes ekranit televiziv ti e shpalos programin tonë. Dhe të gjithë familjet, edhe ata që s'votojnë, edhe këta që do të votojnë, po. Natyrisht se ikja nga debatet tilla është nuk e ndihmon demokracinë, nuk e ndihmon zhvillimin demokratike e bllafaqësimin e mendimeve të kundërtave. Mi po mos harrojmë, është e drejtë, edhe një papir përsëris. Është e drejtë e çdo kandidati, në ardh apo mos më ardh, dhe ajo nuk është demokratike. Ne mund të bëjmë thirrje, ejani në debate, se televizioni është i juaj, televizioni është qytetarëve të Kosovës, dhe ju keni për detyrë këtu mi shpreh mendimet. Ka raste i krasën e përbot, ku deputetët, kandidatët nuk shkojnë fare në debatet e tilla. E ki rastin në Shqipërisë, në zgjedhjet parlamentare, edhe në zgjedhjet lokale. E zoti Rama me x raste tilla ka bërë veprime, se nuk ka shku fare. E kemi rastet e tjera në Gjermani. Në qoftë se shkot një i partisë AfD-s atje, nuk shkon tjetër i partisë socialdemokrate. Domethënë, rastet e ikjes nga debatet e tilla janë gjë normale, po ndodhin, sepse kandidati konsideron veten te nivelit e tillë që nuk ka më kënd të ballafaqohet në një moment të caktuar. Dhe kjo është ofenduese për kandidatë të tjerë. Dhe pastaj kandidatë të tjerë nga ofendimi të parit, këtë rast të kryetarit, bëjnë ata gabimet e tjera dhe ata nuk vinë. Edhe ata ofendojnë njëri tjetrën dhe kështu në vazhdimsi. Kur thash dënon qytetari, nuk thash se nuk zgjedhet kurkush, se do të zgjedhet dikush 10% qoftë shkojnë votim. Po thash se duhet me dënu për ikjet e tilla, pse qytetari nuk e ka mundësi nëpërmes mjeteve informative të televizionit të marrë mendimin e kandidatit. Profesor, qytetari... Nuk e krahasova unë këtë kryetarin e komunës. Jo, kjo është njëri. Ne kemi pasë dhe të tjerë. Po rastistit flasim sot për Prizrenin. Vetëm të gova rastin, si ndodhin rastet e tilla. Ka ndodhur të zotë. E kuptueshme, ne kemi pa rastet. Nuk po merremi me kryetarin ose me kandidatin e Partisë Demokratike që është në Prizren, sepse ne po ballafaqohemi gati çdo natë me mungesa. Po unë po them në ata që kandidatët 4 vjet ka mu zgjedh kryetarin njëri për aty në 4 ose 5 kandidatëve të Prizrenit. Dhe ai për një mandat 4 vjet nuk po i hub kohën në orë gjys me orën televizion, ose po i doken që këta kandidatë të tjerë të vëgjël, atëherë ne këta kandidatë të tjerë të vegjël duhet me orën televizion dhe me paraqit programin e tyre të metat e kandidatit kalum ose të kryetarit kalum i cili është por i kandidat. Prandaj ata duhet të vinë. Në qoftë se një mungon le të vinë të tjerë. Televizioni është i hapur për të gjithë. Po ne ja dham hapësirën njerit që na respektoj dhe respektuam është zotëri Besnik Krasniqi, i cili pati kohën e mjaftueshme me tregu krejt fushatën e tij edhe programin e tij 4 vjeçar. Unë po e kuptoj kandidatët që ata po vinë të përgatitur me debatu, me kundërshtu, me sulmu kryetarin aktual, i cili po i kandidon, qoftë të Prizrenit, qoftë të Pejës, kush kanë qenë tjetër që kanë mungu, i Vushtrisë e tjera. Po megjithatë, ai po vjen i përgatitur për ato, dhe kur po mungon,
lideri tyne, atë këta po tërhiqen. Është e gabueshme, sepse ti duhet me pas platformë. Mungon kandidati, vazhdo gorën te. Gora është për qytetorin dhe ti ke hyrë në gorë me mujt çdo. Ti ofroj qytetorit programin tënd, idetë tua që ai me fitu votën edhe besimin qytetor që më udhëheq komunën për 4 vjet. Po. Unë nuk japi të drejtë për vete, unë e kundërshtoj çdo kandidat që mungon në rasti ka rast që ka njerëzit të lifa rasti. Po megjithatë mua arsitu që kam agjend gjeshur, kjo është jo, sepse japim disa opsione për këto debatet. Fillimisht dua të bëj një koment sa i takon demokracisë. Demokracia liberale, parimin fundamental të saj ka llogaridhënien. Asgjë më fundamentale se sa në demokracinë liberale nuk ka sa llogaridhënia. Dhe unë doja që të kishim për 17 ditë në për studio televizive një kryetar komune që merr përsipër një premtim të pambajtur. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet të dëgjojmë na për 17 ditë në për studiot tona televizive. Unë kam qenë në pjesën më të madhe të tyre bashkë me Sadikun ose Fatimen bashkë. Dhe unë nuk kam dëgjuar për asnjë moment nga një kandidat për kryetar komune që është në detyrë sot, që thotë nuk e kam bërë këtë projekt dhe unë mbaj përgjegjësi. Kjo është fundamental. Dhe kjo është mungesa totale e leadershipit. Dhe kjo lidhet pastaj me mosgatishmërinë për të ardhur në ballafaqim. E para, e dyta, fakti pse kundërkandidatët s'po na vinë tregojnë se ata janë edhe më dobë se kandidati kryetari aktual. Këta që se shfrytzuan sepse fushata e tyre është fushatë sulmuese. Dhe ata po lidhen ekskluzivisht me goditjen e kryetarit dhe jo me shpalosin e ofertës së tyre. Zgjedhjet nuk janë ballafaqimi domosdë me kryetarin aktual. Unë e kuptoj që në strategjinë e komunikimit kërkohet që të denigrohet pola kundërshtare. Kjo është pjesë e komunikimit politik. Por unë besoj që komunikimi politik është komunikimi drejt për drejt me qytetarët përmes televizionit. Dhe madje këtë e konsideroj edhe mundësi më të madhe, sepse faktikisht kryetari ka abstenuar nga kjo e drejtë. Ka abstenuar nga drejta për më mbrojt dhe drejta për me promovu fushatën e tij. Dhe kundërkandidatët që nuk marrin pjesë për shkakun se nuk është kryetari, për mua fol më shumë për ta, pastaj se sa për kryetarin aktual. Çështja tjetër që është e rëndësishme. Të dini një gjë, sigurisht edhe dini. Ka ndodhur një çmitizim klasik i politikës. Dhe çmitizimi lidhet me distancën higjienike që qytetarët kanë me liderët politik dhe në veçanti me kryetarët e komunave. Për çfarë? Për mungesën e zhvillimit qëndrueshëm, planifikimit me afatgjate dhe fakti që sot ne nuk mund t'i bëjmë më shumë se 20 veta në një tubim elektoral, tregon se këta janë të çmitizuar, si qyr më kush, si shek kush. Këta do të marrin pjesë në zgjedhje. Dikush do të fitojë, natyrisht atë që tha profesor Kelmendi. Por është tepër e rëndësishme fakti se pse nuk arrim në të krijojmë një fushat madhorese me një numër të madh, sepse nuk ju beson askush. Ose shkolla e besueshmërisë ndaj tyre është aq e ulët, saqë nuk mundi bën 20 veta bashkë. Dhe ku kena ardhur? Kena ardhur në derexhen që me bë postime në rrjetet sociale, gjëja e parë. Gjëja e dytë, më u shku njerëzve në shtëpi. Amon zaman, der më der, për me mujt me kriju në kontakt, në numër telefoni, edhe për me kthy këtë fushatën në klientelë të pastër. Kjo është fushata më e dobët në historinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Askush në Kosovë deri tash nuk ka prezantuar asnjë projekt afatgjat, përveç se duke u nisur me sloganin ky është projekt i bazuar në kërkesat e qytetarëve. Dhe qytetarët çfarë kërkojnë? Gjërat e tyre elementare. Po ata natyrisht, gjëja por edhe dyta, kush foli për vizion në këtë mes? Kush foli për një të ardhme për qytetin? Deri në momentin që po flasim, askush, as kryetarët aktual dhe as kundërkandidatët e tyre. Dhe dy javë që kanë mbetur, unë i ftoj që të reflektojnë për të kuptuar drejt se janë ata që e implementojnë demokracinë e drejt për drejt. Nuk ka demokraci më të drejt për drejt sa demokracia në pushtetin lokal. Ne zgjedhim kryetarin ton, si ta themi, pa koalicione. Por në kuptimin demokracia drejt për drejt është një formë tjetër në periudhën e Athinës së lashtë, por në kuptimin e demokracisë ku ne më së drejt për drejt i arrim që ta kemi përfaqësuesin tonë në institucion. Apo jo, edhe nuk ka njerëz më legjitim në Kosovë sa kryetarët e komunave. Dhe nuk ka njerëz që kanë pushtet real më shumë se ata. Dhe di çfarë? Sot projektet e tyre janë një kopje keqe e 2021-s dhe do thoya pa asnjë projekt qëndrueshëm, pas një matje, pas një sta themi mbulueshmëri financiare. Unë nuk, zotri Kelmendi, e di që keni diçka për të shtuar për këtë, po unë vetëm ta shtoj edhe një pyetje. Në kontinuitet të kësaj që tha Durajeti. Te qytetari, te llogaridhënia edhe te kërkesa e qytetarit. Ju
keni qenë vetë pjesë e zgjedhjeve dhe e diskutua më herët zgjedhjet e para dhe lokale dhe të përgjithshme. Sot në 2025 mendoni që ka një qytetar më të emancipuar i cili nuk beson shumë në këto shifrat megalomane që dikur kanë qenë pjesë e fushatave dhe po vazhdojnë të jenë. Për shembull, kemi pa komuna që kanë buxhetin për investime kapitale 30 milion, po nëse i dëgjon projektet, e kalojnë jo 30 milionëshin, po shumë më shumë edhe nuk dihet se si mund të realizohen. Cili është ndikimi pastaj tek votuesi, tek qytetari? Spari du të futëm të llogaridhënia. Llogaridhënia nuk është mekanizmi i cili krijohet nëpërmes televizionit. Televizioni është mjet që dërgon ideologjinë dhe këtë kandidatet tek qytetari për ta dhënë votën. Tek qytetari është ai që jap llogaridhënien çdo kush, çdo kandidat i cili ekziston. Do thotë kjo është një rregull, të cilën me votën e vet qytetari e dënon apo nuk e dënon. E zgjedh apo nuk e rizgjedh apo nuk e rizgjedh ndonjëherë. Dhe aty është llogaridhënia që japet për çka foli kolegu shumë të drejtë. Mitet natyrisht nuk kemi, sepse kemi një periudhë kohore që ka kaluar mbi 25 vite dhe këtë kuadrat janë të ri. Prandaj edhe qytetarët tanë janë të tjerë në krahasim me periudhën kohore kur kemi pasur ne. Sa në periudhën e tillë kohore ju kujtohet e kemi një situatë e cila me njerë der nga lufta dhe 3 subjekte politike të cilat ishin nga lufta që dulin i fitun votat me shumicën e votave LDK, e cila nuk ishte udhëheqëse e luftës, nuk ishte pjesëmarrëse drejt për drejt në luftë, nuk e bënte luftën, kishte edhe mendime të tilla të cilat thonë se UÇK është diçka një forcë tjetër, ku e diun nuk duhet të futem në anena fare, aktualisht. Dhe megjithatë në zgjedhjet e para i fitoi 51% të votave. Dhe kur e puna, fal kornizës kushtetuese, në të cilën ne kishim sankcionuar bashkëqeverisjen, erdhi të bashkëqeverisjes. Përndryshe, LDK kishte të gjitha votat me kriju të krejt pushtetin, dhe edhe kryetarin parlamentit, edhe ministrat, edhe kryeministrin, me pas duart të veta. Natyrisht se kjo është një çështje e tillë. Qytetarët sot në Kosovë janë të tjerë në krahasim atë, besoj janë më të kultivuar, janë më demokratik, janë më të qartë, janë më të pjekur, janë më të ditur, më të vetëdijshëm, i përcjellin më mirë çështjet e përgjithësi, e kjo është se kemi një ikje të përgjithshme të gjithë qytetarëve në të gjitha demokracitë liberale nga forma e tillë organizimit të pushtetit. Kemi ikje në Gjermani, kemi ikje në Francë, kemi ikje në Angli, kemi ikje kudo. Dhe çka po korr sukses? E pa me zotin Trump. Ideologjia e cila është tipike luftarake, luftnxitse, korri sukses. Ose djathistët Le Pen në Francë, e cila me ideologjinë e tillë, ose zonja e AfD-s në Gjermani. Ideologjia e tillë po korr sukses dhe kjo rreziku i Evropës. Kjo rreziku përgjithësi pra tek ne është një situatë e tillë. Se tretë duhet të them çka është më e rëndësishme. Natyrisht se kryetarët mendojnë mos zgjedhën njëherë. Kjo është detyrë e vullnetit të tyre. Ka dhe me mandatin e 4, thënë drejtën, po e kërkojnë edhe të 4. Dhe e kanë për qëllim atë. Dhe duke u futur në këtë vurbull të situatës e tillë, ata do të bëjnë çmos dhe bëjnë çmos. Ti ikët tani nuk po futem në formën demokratike, se demokratika është do ikje. Po futem në atë formën tjetër, se ata futen në çdo veprim dhe bëjnë çmos, ti ikin konfrontimit të drejt për drejt me kundër kandidat tjetër në një vend të caktuar që është televizioni publik i Kosovës. Sepse ka çka me kërku llogari, ai nuk ka çka të tregon. Për arsye se nuk i ka kryer detyrat që janë kandidatë këtu që janë bashkëpresiduesit tonë këtu. Nuk ka dhënë gjitha projektet që cilat i ka bërë, si ka filluar me vonesë, ose ka filluar në prag të fushatës zgjedhore për të treguar që jam duke punuar gjithkanë, në qoftë se shkojmë në Kosovë aktualisht i shohim si vendpunishtë. U kthy vendpunishtë Kosova në 2-3 javë. Të gjitha këto janë fakte të cilat vijnë dhe në tjetër, është gjë normale që shtatë ju, buxheti i komunës është 30 milion, ndërsa shpenzimet na dalin 70 milion ose na dalin ku e diun në forma të ndryshme, për të cilat natyrisht se kandidatët të ndryshëm që janë aty kanë për detyrë me kërku llogari. Qytetarët ku gjinë taj nuk japin llogari, nuk kërkojnë llogarinë e tillë që janë anti të lidhur me njërin apo subjektin tjetër, dhe kësaj kemi gjendjen në që ne jemi aktualisht.
Për me kalu Fatime të 17 debatit që shumicën për tyre ne i kemi analizu bashk edhe kemi pa performancën e kandidatëve të komunave të ndryshme, ata që i kemi pas, sidomos unë vazhdoj të respektoj ata që vinë edhe për balën, sepse kjo është realisht edhe thirrja jonë, për këtë e bëjmë edhe emisioni. Mendon që ka qenë një fushat intenzive, apo je në të njëjtin mendim me Durajetin që ka pas më pak entuziazëm, më shumë skena të vogla, njerëz më pak, premtime më shumë për obligimet ose ato nevojat bazike qytetarëve në kuptimin e furnizimit me ujë, rregullimin e kanalizimit, ujërat e zeza, dhe edhe nuk kemi pa projekte shumë ndoshta që synohet për zhvillim të këtyre qendrave të mëdha. Unë realisht e shoh dhe mungesën e entuziazmit e shoh me këtë emancipimin qytetar edhe me ndrimin e gjeneratave dhe brezeve që e shohin si domosdoshmëri që kryetari komunës ose tjerët që marrin përgjegjësi duhet të kryejnë obligimet e veta, edhe kjo po vrehet madje edhe në përtubime siç e tha edhe Durajeti, tubime më të vogla, jo me entuziazëm, sepse kjo vjen për shkak të asaj që më askush nuk i shet tubimet elektorale partijake si senzacionale ose si diçka që përpara e kam prind ndoshta me padurim edhe janë bërë pjesë e euforisë pa konkretisht se kush çfarë ofron. Tashmë nuk ka një dekurajim sepse ne po e shohim për afërsisht numri i qytetarëve që dalin për të votuar është për afërsisht i njëjtë, por megjithatë qytetarët janë më të tërhequr. Përcjellin debatet, përcjellin figurat kryesore, marrin shënime ndoshta ose i përcjellin këto investimet kryesore për cilat janë më të interesuar, por megjithatë refuzojnë ose nuk e kanë këtë gatishmërinë e përhershme për të bërë pjesë të tubimeve dhe për të mbushur sallat e mëdha. Kjo është mirë sepse megjithatë e çon një sinjal ose e çon një porosi tek gjithë ata që janë pjesë e garës që duhet bëjnë më shumë edhe pa diskutim që duhet të jenë llogaridhënës edhe pa diskutim që të paktën të përmbushin premtimet që japin gjatë fushatave elektorale. E përmendëm që jemi në vitin 2025 edhe realisht ne kemi telashe bazike të natyrës, ujit, pijes, kanalizimit. Nuk ka pas komunë që se kemi debatuar dhe s'ka tregu që gjitha e komunës është pa ujit pijes. Pa diskutim, ose me mungesë qerdhësh, me mungesë ose me politizim të skajshëm të arsimit dhe të administratës publike. Domethënë janë këtu probleme bazike që gjenerata e re nuk i toleron dhe pastaj nuk vjen nga mbrapa, është problematike për me ngjall entuziazmin në mënyrë që ai të bën një fushat pak më masive. Po për tek sa e konsideroj që megjithatë është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemë programe konkrete, programe të cilat janë në linja buxhetore, atë mos ketë premtime jashtë linjave buxhetore sepse është problem pastaj për të realizuar ato premtime. Edhe ne po e shohim që dekurajimi i vazhdueshëm nuk është pozitiv, pastaj ka tendencë edhe mos daljes në zgjedhje, ka tendencë të kemi kryetar të recikluar edhe mos të kemi sukses çfarë duhet të ketë edhe ndryshimet të cilat po i presim. Sa di këtë entuziazmin e qytetarëve që po diskutohet thënë të drejtën, dikush e lidhe dhe me këtë aspektin qendror, me klimën në aspektin nacional, me një parë zgjedhje që sapo shkuan, që na erdhën të tjerat, nuk ka institucione e çështje tjera. Beson që kjo e ka zbe edhe, sepse kam pa që edhe liderët e partive politike, cilët kanë ndikim më të madh, shumë më shumë se kandidatët për kryetar, kanë pas më pak prezencë në për komuna. Kanë shku në 2-3 vende sa për treguar për krajen, por nuk është se kanë shumë prezencë si që jemi mësu me i pa në zgjedhjet e mëparshme. Kjo ka shumë mundësi që është e saktë ashtu që është po thotë, megjithatë ne zgjedhje kemi pasur në vitin 2021 e që ka qenë pothuajse me një entuziazëm jo fort të kënaqshëm, sepse kryetarët e partive politike kanë shkuar në për komuna, po flas të vitit 2010, të vitit 2012, 2015, kur kanë qenë zgjedhjet komunale dhe qendrore, kur kanë bërë hapjen e fushatës dhe kur kanë bërë mbylljen e fushatës. Do të thotë ka 2 herë kanë marrë pjesë në një komunë kryetarët e partive politike në mbështetje të kandidatëve të vet dhe në mbështetje të partisë vet. E tani po shohim që ka mundësi
që në për disa komuna, as kryetarët e partive nuk shkojnë as me e hap fushatën, as me mbyll fushatën, që do të thotë i kanë lënë të veprojnë vetë kandidatët për kryetar të komunave dhe këta po merren me probleme qendrore, siç është tash që thek edhe te, e që seriozisht mundet me ndiku edhe problemi i politikës qendrore, situatës politike në për të cilën po kalon Kosova. Megjithatë, edhe gjykata kushtetuese po jep të drejtë të gjithëve me bëni pauzë shtetërore, kështu që më marr me komuna. Por janë disa palë zgjedhje që nuk është vëmendja e liderëve të partive politike për komunët dhe për kandidatët e tyre të cilët garojnë në për komuna për mos zgjedh kryetar komunash. Këto nuk po e shoh vetë te ne parti pa shakotit të gjitha partit, ka qenë kështu edhe në vitin 2021, ka qenë që nuk ka pas, kanë shku në mbyllet fushatave, ose në prezantim të kandidatit, por s'kan shku ose në hapje, ka pas një angazhim shumë të madh të opozitës, për shembull, sepse ka qenë një fitore shumë e madhe vetëvendosur 14 shkurt edhe ka pas angazhim të liderëve, sidomos të opozitës, e mbaj mend. Te 14 shkurti ka pas, po kanë qenë zgjedhjet qendrore. Jo, po flas, zgjedhjet lokale në muaj pas, po, në 17 tetor. 17 tetor ka pasur një angazhim të liderëve të opozitës për zgjedhjet lokale, sepse humbja ishte shumë e madhe me 14 shkurt. Fitoria ishte shumë e madhe vetëvendosjes. Nuk kanë shku 2 herë edhe me hap edhe me mbyll fushatën. Unë këtu po du me dorë. Në vitin 2010, ose kur kanë qenë zgjedhjet, kanë qenë liderët e partive politike, ka 2 herë, ka 3 herë në një komunë ku kanë pretendu me e marrë atë komunë. Dhe më thonë, gjithë e leonin e kanë nisë, e kanë drejtu të komunat që e kanë llogarit si qëllim për me arrit fitore. Për shembull, u konë luft më bo, çdo herë u bo për Prizrenin. U është bo një luft Kozhaosh për Përpejen, u bo një luft Kozhaosh për Gjilanin, u bo për Ferizojnë, veç që një kodë gjatë kanik, po u bo luft për Mitrovicën, edhe për Prishtinën. Tashti ju, une për pas kryetarit të LDK-s. Për pas kryetarit të LDK-s që përshën për disa komuna, që përshkën në mbështetjet e kandidatëve të vetë, lider tjerë nuk pisha. Nuk pisha me bo fushatat mdoja në për palestra sportive, në për sheshe, në për stadiume, ashtu ka qenë. E diskutuam se kemi ndryshim brizash edhe një gjenerat që është më Gjenerat janë, po për shembull, Zoti Haradina është kryetar, pesë që themelu akeja. Po. Kanë ndryshu gjenerat, pa Haradina s'ka ndryshu. Pa dhe Zoti Haradina nuk është që përshkon me mbështet kandidatët e vetë në për komunë. Vazhdimisht përshkon. Shkon vazhdimisht. Nuk ka tobimet mëdhoja. Tobimet mëdhoja është për shkak ndryrimit të gjeneratës, nuk e shohin sensacionale. Ka 20 banor. Si që ta të rejeti unë ato janë. Tobimet mëdhoja nuk shkohet për një arsye. Në vitin 2000, ku konë zgjedhjet lokale, ka qenë vetëm që këtë televizion publik. Edhe radio Kosova. Asë një mision tjetër, edhe ka qenë koavizioni, fillimisht. Edhe në stënim. Edhe në stënishit. Pak më vonë janë. Ma vonë. Ka dhe të thotë se këto ka qenë mekanizmat e vetëm në përmes e cilës politikani ka komuniku me qytetarin. Aktualisht, me vjetra, edhe platformat të tjera online. Edhe platformat të cilat e kanë ikur, dhe më thonë e kanë zbe pak atë formën klasike dhe ndryshimi brezave që nuk janë të gatshëm, më preferojnë ta shohin një film në mbrëmje sa me shkon në tubimet elektorale. Kemi ndryshim mendësis, po ka lider që janë të njëjtë, që nuk kanë ndryshuar, po flasin për mendësinë e njerëzve për të shkuar në tubime. Realisht atime në Kosovë vazhdojnë të jenë yje politikanët, nuk është se janë aktorët. Duhet të thënë që ne vazhdojmë të jemi shoqëri e politizuar, nuk është se shohim shumë filma, se gjithandej debatet politike janë të shikuara fatkeqësisht. Po menoj se pja kalojnë këngëtarëve, edhe si këngëtarëve. Janë fokus. Janë fokus, po. Atë në sport. Po, më pëlqen komenti i profesorit. Në 2021 ka qenë pandemi. Dhe në pandemi, partitë politike ndryshuan tërësisht qasin e tyre në të bërit fushat. Në 2021 në Vjesht, kundër partia lëvizjave të vendosje nuk arrit me kriju atë fabulën e fitores edhe për nivelin lokal. Kandidatët e saj ishin shumë të dëftë, si që do dëshmua në zgjedhje, si që do dëshmua me humbjen e shumicës së komunave. Sepse pushteti ishte shumë i koncentruar në qendër, ishin 60 e kusur deputet, sa ministra, sa zëvendës ministra dhe do të komplet, nëse mund ta themi, plejada e partisë ishte në nivelin qendror. Dhe kjo ndikoi tepër keq do të edhe për pushtetin lokal. Do të edhe mungesa e përvojës se kështu me radhë.
Nga 2021 ta vrej një fushatë e cila është tërësisht e bartur në një nivel më shumë individual të komunikimit të kandidatët për kryetar komune me qytetarët vetëm në një drejtim, goja të bëja po ju anasjeltës. Sepse komunikimi anasjeltës të thirrë në përgjithësi. Kryesisht kjo po bëhet përmes rrjeteve sociale. Sot kandidatët për kryetar të komunave dalin dhe publikojnë aktivitetet e panumërta brenda ditës. Ata marrin një feedback, dhe ky feedback është vetëm në komente, të cilat në rastin më të mirë nuk i sheh kush. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ata e bëjnë detyrën e tyre në kuptimin e plasimit të idesë, por në anën tjetër s'morin asnjë reagim, do të thoja, nga qytetarët për atë se çfarë ai pretendon se mund të realizohet ose jo. Çështja tjetër që është e rëndësishme është se në zgjedhjet lokale, si vjet, kryetarët e partive politike po bëjnë mirë që nuk po shkojnë me kandidatët e tyre në disa tubime, sepse veç u bojnë dëm. Ata kanë bërë përllëg në nivelin qendror. Shkalla e besueshmërisë së tyre që ata mund të prodhojnë zgjidhje kreative është e pamundshme. Por kryetarët e komuna, kryetarët e partive si vjet, s'kan legitimitet me dalë nëpër komuna. Ata s'kan legitimitet me në parlament, sepse s'kan arritur që të komunikojnë mirë filli për të konsoliduar ato që është detyra e tyre parsorë. Çka kanë lypa në komunë? Me bërë përllëg edhe atje? Mi marrë çka kryetarët e komunave. Kanë bërë shumë mirë. Edhe konsideroj si ka thonë dikush që mos shkoni me ta, se i merrin në qafë kandidatët e juaj kryetarëve të komunave. Edhe prandaj gora ka kaluar në nivel tjetër jo shumë partijak. Shikoni, sot kryetarët e partive ose kandidatët për kryetarët partive, nëse nuk i njeh kështu, nuk e din në cilën parti është. Asnjë simbol partisë nuk e ka. Sepse kjo kallëzon për ato që e thash në fillim, partia politike s'është më subjekti më i besuar në këtë vend. Ndoshta është subjektet më të pabesueshëm në këtë vend. Edhe çka dojnë ata? Dojnë që garancit personale të tyre me i vendosë në fushat. Shikoni, nëse bëni një diskurs ose analizë diskursit të kandidatëve për kryetar të komunave, as kush shumë pak thotë që subjekti që përfaqësoj unë, ose Alianca për Armërinë, ose lidera vizave të vendosur, ose dikush. Për bastionet partive politike. Është e vërtet, por sa janë këto? Sa janë këto bastione? Sa bastione? Po gjithmonë ka përjashtime fitore. Gjithmonë ka përjashtime. Për me ndërhy këtu. Ju besoni ende që në Kosovë flitet për bastionet partive politike? Për shembull, e dim që ndalemi pak edhe në debatet që i kemi pas dhe të përmendim me emra, Skënderaj është e PDK-s. Drenasi tash mund na jetë pikpyetje për shkak se dikush nga PDK-ja ka dalë, siç është Ramiz Ladrovci. Peja ka një kohë gjatë që qëndron me LDK-n. Gjakova, Deçani është me AK-n. Edhe na i det edhe ato se. Po, të shohim 12 tetor, po deri më tani realisht vetëvendosja është në Podujev, Gjilan, Kamenic, Shtime. Edhe Kamenic, Shtime. Dhe më thënë, janë deri diku ku flitet për bastionet që pavarësisht kandidatit, e ka rolin shumë të rëndësishëm kandidati, po e ka një farë përqindje të votave që i vjen prej partisë politike. Apo janë zhveshur? Mirë është me pas kandidatës që shta kolegu pak më parë të tillë të që me të vërtet ofrojnë kualitet dhe japet mundësia qytetarëve që kualitetin me zgjedhje me ik bastione, me ik mite, me ik qenave të cilat gravitojnë djatas, majtas në qendra apo dikun tjetër. Kishte me qenë shumë mirë kjo çështje. Dhe natyrisht mekanizmat e kontaktit me qytetarët janë të shumë fishta aktualisht, që ka u folë deri më tash. Dhe kandidatët janë duke i shfrytzuar këto mekanizma. Megjithatë, ende kanë mbetur qendrat e vendosjes, të cilat komunat të ndryshme, të cilat janë të lidhura me subjekte të ndryshme politike. Dhe është shumë vështirë një subjekt tjetër politik me kandidatin e vetë çfarë të kualiteti të jetaj që të merë pozicionin e kryetarit apo të zgjedhët kryetar. Shembull konkret, unë nga njerë bili madje kom bërë shaka me njerëz. Të marrë një njeri që ka shkollën e mesme, që është kandidat dhe një profesor doktor i cili ka përgatitje shkollore dhe ofron zgjidhje të problemeve të Prishtinës, ai kandidati me shkollë të mesme do i fiton votat krahasim me këtë tjetër, apo edhe për deputet të Kuvendit të Kosovës kështu ka qenë. Shumë deputet kanë shku pikërisht për shkak kësajna se qendrat kanë qenë të gravituara dhe të lidhura pas subjekteve të veçanta politike dhe çfarë do njeriu, jo pa paraqitur aty me pak punë e zgjedhur krahasim me mua, që mua më kishte shumë punë me bë për shumë të mos zgjedhur. Paraqitur nuk kam ikur nga ajo sken politike për më pas nikimin e madh, kurse kanë të tjerë. Pra njëna jo merr veten ti ose tjetër. E kemi shembull më konkret Diton Selmonin. Shumë më konkret. I cili bëni një propagandë jashtëzakonisht shumë të madhe në mjetet e informacionit dhe arriti që nëpërmes
ngritjes së emrit të tij në mjetet të ndryshme të informacionit, të bëhet deputet. Të bëhet deputet. Ashtu është. Mi po u harxhu ajo e arritur e tina. Mi po këta në kohën tjetër çka foli zonja këtu. Këta kemi këtë që diçka tjetër i morën Skënderaj në shumë shtirë të ndohet nga kryetari kandidati i Partisë Demokratike. Ose Peja shumë shtirë të ndohet nga dy kryetarët të cilët kanë qenë Muhaxheri në anën dhe Berisha në anën tjetër. Ose Gjilani, kështu me radhë, domethënë janë dakord shumë se ende ndikon kjo dhe kjo do në edhe një kohë. Se kjo do të hiqet dhe kam shpresë se hiqet shumë shpejt. Ne jemi gjenerata duke u shuar dhe duke ikur në botën tjetër, dhe vinë gjenerata tjera të tjera. Jo, por megjithatë, unë konsideroj që kjo e partive politike, e liderëve të fuqishëm politik, vazhdon edhe tek brezat e ri, sepse ata megjithatë pëlqejnë ose jo një lider politik. E kemi parë zotin Avdi Gjiku që ka arrit deri në Dragash atje me kandidatin e tij. Nuk e mendoj kështu. Absolutisht kështu është. Në Evropë janë qenë të veçanta të partive të tillë, të majtës, nuk mund ta mohojmë. Ato të besin. Besin bastione. Besim bastione, kemi pasur ministrin Kurti që defilon në përsheshin e Prishtinës me kandidatin e tij. E kemi parë me Mlik Rasniqin, megjithatë e dim fuqinë e PDK-s në Drenit, po megjithatë ai ka qenë atje te kryetarët e vet, sepse te zoti Hajdari, se megjithatë e ka të rëndësishme Drenasin. Unë nuk e mendoj që kemi këtë shkputje aq më pak që liderët e nivelit nacional nuk janë duke dorë. Dorajeti tha shkputja po ndodh prej kandidatëve. Ka një farë tendence të drejtën. Unë e konsideroj veç në një rast kjo ndodh. Ndodh sepse tashmë as përparim Roma i LDK-s nuk e ka dilemën a është pjesë e LDK-s ajo. E ka pas veç mandatin e parë, por kur e ka pas apeshon logoja është kthyer edhe tani nuk ka dilema më që është pjesë e LDK-s. Ndërsa e shohim pak më distancuar nga logoja e partisë, zotin Urani Ismaili, për arsyen që gjithë e dim cila është, sepse PDK-ja nuk ngjet në Prishtinë dhe madje për çështje strategjike e ka të nevojshme largimin ose shkputjen prej logos, ndërsa gjithë të tjerët janë shumë të etabluar me logot partijake, sepse ne dim që kandidatët marrin vot, por megjithatë është subjekti politik që shtyhen këto struktura. Absolutisht. Zonja Fatime, te puna logos ku përmend Urani Ismailin në Prishtinë. E ka thënë edhe vetë. Që ai sipas teje nuk e ka logon në për ato postera që i ka. Nuk e shpërfaqen shumë, megjithatë janë kujdesshëm. Megjithatë Urani Ismaili është nën kryetari i Partisë Demokratike. Diskutim që është. Dhe ai me dole dhe mirëti gishtat në struj. Ai smund me i Partisë Demokratike. Jo nuk i, nuk ka as arsye që të ka rëndësia, ka loga, s'ka loga. Jo ka shumë rëndësi. Ka rëndësi gjithë operativa, është e Partisë Demokratike pas strategjike që ne e dim se. Shtë që logon e kanë, ti s'mundesh me ikë logos se ti je kandidat i partisë politike. Ti ke një pozit, një post në partinë politike që të ka propozu. Kështu që logoja shumë pa ka rëndësi. Ti mundesh me folë gjithë kohën dhe kandidatet të gjithë kandidatet ku kush s'ka thirrët më për partinë politike. Jepja votën partisë tëm se na kemë bëu çështë të jep ma votën mua sepse unë ku më bëu kështu. Kështu që unë pajtona me të gjithë kandidatët pse fort nuk e përmendin partinë politike. Se mbështetësit janë partisë politike që votojnë kandidatin e propozuar nga ajo parti politike. Një pyetje të shpejtë që është edhe tezë në të njëjtën kohë. Në 2021 Lëvizja Vetëvendosi ka fituar gjysmën e votave dhe i ka hup kretë komunat. Kush ka fitu? Njëjtët votuesin kanë. Se dhe ma herët e thaj, po nuk do ashta me ndërhyrë edhe këto. Lëvizja Vetëvendosi ka shkuar në balotazh në 12 komuna, që flet për fuqinë e saj politike. I ka humbur sepse kështu funksionon nivelli lokal. Bëhen bashkë 3 ose 4 në Prishtinë janë bërë bashkë 5 dhe kanë mundur zotin Vitia, i cili për hir të korrekcisë ka pas 48.78% të votës. Dhe kjo tregon për fuqi të jashtëzakonshme. Një kandidat i vetëm barabart me 5-6 kandidat në anën tjetër. Kjo është saktë 100% Përbashkët votës është legjitime, është drejt, është demokratike, kjo nuk flet për mungesën e fuqisë të lëvizjes Vetëvendosi në terren. Kanë humbur shumicën e komunave, sepse ka ekzistuar kjo marrëveshje mes partive politike për mos i lënë pushtet në nivel lokal. Por jo pse ata s'kan performuar mirë në nivel lokal. Saktë. Pajtona 100% me ty. Por ju bini në kundërshti flagrante me vetveten nëse dëgjon me vëmendje çka keni diskutuar. Pse nuk është e rëndësishme pra simboli i partisë? Si është e mundur që
para dite fiton 50% të votave dhe pas ditet i hub këtë komunat dhe fiton veç 4. Janë titet votues. Sepse në zgjedhjet lokale, veç 1 sekond, në zgjedhjet lokale, simbolet partijake luajnë tepër pak rëndësi. Jo, absolutisht. Tepër pak rëndësi, sepse ishin po atë njëjtit votues që e kanë votuar llogon e vetvendosjes me Albin Kurtin, presje, janë po atë njëjtit votues që se votuan kandidatin në një funksionon ndryshe, sepse komuna megjithatë nuk mund të jep secilin rast 58% ose 50.2% si niveli qendror. Absolutisht kjo nuk është kontradikt. Kjo është në vazhdën e asaj që megjithatë suksesit jashtëzakonshëm bashkëpunimi dallimin e bën kandidati. Absolutisht jo. Kandidati. Dhe kandidati duke e ditë që nuk bëhet kur kryetar i komunës, veç me votat e veta, ai nuk shtrirje në teren. Në komunë nuk bësh kur kryetar veç me votat e partisë tonë nëse nuk je Bastian. Çfarë do të bëj po? Ti duhesh patjetër me ka përcy ato hendeqet që i vendos simboli i partisë. Veç këtu nuk ka kontradikt. Nëse ndjek më vëmendje shtrirjen energjike të argumentit, unë po them se kandidatët për kryetar të komunave, duke qenë se nuk kanë një ngarkesë të madhe ideologjike, në ndë, flasim kryesisht për çështje të karakterit teknik dhe më shumë menaxherial e ndoshta në disa raste administrator se sa qeverisës, ata kanë ikur skajshmërisht nga simbolet partijake sepse ata janë të interesuar të fitojnë votat e të papërcaktuarve fillimisht, të lidhen me besimin që kanë partitë, votuesit e partive tjera me besimin ndaj liderit lokal. Dhe sot fitojnë shumë parti politike, ja rasti Ferizajt për shembull, lëvizja vetvendosja që fiton në mënyrë flagrante në nivelin qendror, vetëm 9 muaj pas është partia e tretë. Dhe ç'a ndodhi atje? Pra është figura e cila i ka përcy simbolet partijake. Kjo është aftësia e qytetarëve tanë. Edhe kjo natyrisht është aftësi dhe mos harroni se kjo ka qenë shumë e shprehme. Kjo është aftësia e qytetarëve tanë që shkojnë në votim dhe natyrisht japin votën në nivel qendror në subjekte politik dhe në kandidatëve të qytetarëve dhe në nivel lokal subjekteve tjera, kandidatëve tjetër. Mirë për që ka tha Fatimja këtu është fakti pa të kontestueshëm se në ballotazh kur shkohet në qoftë se parti tjera bëhen bashk e mundin atë kandidatët që ka shumë. Po votuesit janë të lirë, profesor. Jo, nuk kanë votues janë të lirë. Votuesit janë të lirë. Unë kam marrë pjesë në ballotazhin në zyrën e parë. Linja politike. Po, okay. Se kom menin hiç. Ajo më meni juve që gjendja qendrore që është këtu nuk ndikon në zgjedhjet lokale aktualisht. Absolutisht ndikon. Po, diskutuam të ndikimin aspektit nacional. Pranena dhe kjo do të jetë në ndikim shumë i madh në kuadrin e zgjedhjeve lokale të cilat do dalin. Mirë po, në qoftë se shkohet në ballotazh, të marrim Prishtinën. Po. Dhe marrim kandidatët, të themi 3 kandidatura në Ismaili PDK-s, Përparim Rama LDK-s, edhe Hajrullah Qeku i VV. Dhe Hajrullah Qeku del 29.5% me vota. Ose 7% ose 9%. Ose 9%. Dhe këta të dy tjerë dalin me ka 20-30% ku e diuni. Dhe duhet më shku në ballotazh. Kush do të bëhet kryetar? Qa që arrit Që shkalkulojnë edhe në komuna tjera, realisht. Ai bie ashtu. Partitë politike mund të kenë marrëveshje pastaj tek pjesa e ballotazhit. Sepse kanë ndryshe e starton garën Besa Shahini prej KSD-s, ndryshe starton Hajrullah Qeku për lëvizjes vetvendosje me 40%. Domethënë llogoja gjithçka. Fitoi Hajrullah Qeku. Pse mendoni se ka vështirë? Pajtohem plotësisht. Për shkak se mund bëhen PDK-ja dhe LDK-ja bashk? Natyrisht. Nuk e shihni të mundshme që mund bëhen PDK-ja edhe vetvendosja bashk ose LDK-ja vetvendosja? Jo, shumë mirë është më punë. Ajo nuk e kundrej. Po pyes. Unë mora vetëm një shembull matematikore bona. Që ne pa themi se përparim Rama i fiton 49%. Po flasim pa. Pa themi se VV hipotekisht, që VV-ja dhe PDK-ja i bëjnë bashkë partit. Edhe humb Rama, po. Ose anasjell të ati shkojmë debateve pak rend në rend. Zonë këto logjike. Se po them këtë. Për arsye që ata njerëz të cilët ti mendon se duhet me bë zgjedhjen, nuk do shkojnë votë hiç. Unë kam votu edhe në ballotazh. Nuk janë të varur për subjektin politik. Në Prishtinë dhe në nivelin tjera, në momentet e tilla nuk shkojnë votim fare hiç. Po do të shkojnë vetëm ata që janë të varur dhe të lidhën ngushtë me partitë politike dhe që ndigjojnë shumë ashpër. Të ta them nga zgjedhjet e lokale të para dhe dytat, që ka marrë pjesë edhe tretat në Kosovë.
Kështu ka qenë. Edhe janë figurat më të fuqishme politike brenda për brenda. Unë besoj që kemi pas raste të mjaftueshme për me dëshmu në Kosovë që këto nuk janë domosdoshmërisht gjithmonë efikase. Prandaj, ja shembulli i komunës së Mitrovicës, atë kur Agim Batiri me 22-23%, ana 19% bëhet kryetar komune dhe bën një përmbysje klasike atë të Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë dua të them? A ka qenë më ofër janë në këto shifrat që tha profesori. Po për një grosht votash, a 30% ka qenë më prapa dhe bëhet kryetar komune. Pse po e përmendi këto? Në periudhën e balotazhit varet aftësia e Valencës ose aftësisë për mu lidh në mes të... A mund është ti të pas, ata të pas sigurtit, ata që nuk ka... Këto që thash, të pa përcaktuarit me qenë në votim. Kjo është aftësia jote. Pastaj koalicionet e kështë më radhë. Ata heshtin besojnë balotazh. Ata që ka... Prandaj dolja në balotazh gjithmonë është më vogël se sa dolja në raundin e parë. Pastaj vendosësh për linjave partijake politike, pastaj këta militantët e bajnë dallimin, se për shembull kur bëhet thirrja për subjektit politik, cili do qoftaj që ne mbështesim këtë kandidat ose këtë tjetrin. Në Prishtinë kur s'ka qenë publike kjo? Shumë po gjithmonë ka qenë strategjike. Që një shembull dhe përfundoj. Ne saktësisht si ka funksionuar. Kur zoti Mustafa kishte një rritje shumë të madhe dhe thoshte që fitoi Prishtinën me durën e xhepa, duhej një përmbysje e këtij rezultati sepse LDK-ja fillonte të kishte një rritje në nivelin qendror. Dhe pastaj angazhimi i Partisë Demokratike për ta bërë shpendin kryetar ishte përcaktuese. Kjo ka ndodhur pikërisht në këtë zgjedhje kur elektorati ose struktura militanteske e PDK-s e ka votuar në mënyrë masive Ramën për kryetar komune sepse prandaj kjo nuk e ka këtë valencën që potencialisht një subjekt politik kësaj radhe se dim se si ka Në Prishtinë kemi 2 polë zgjedhjet e fundit që shumica s'ka fituar në balotazh. Ka pas përmbysje, po Ka pas përmbysje, domethënë se votat e tretë dhe të tjerë. Edhe në Podujev, kush ka qenë Ekrem Tahirja ka qenë i pari e ka fituar Bulliqi. Zakonisht partitë e treta dhe të kota dhe nuk kanë qenë parë. Ky po thot fiton pa balotazh edhe që aty po du me nisë. Kemi Podujevën, debatin e pare kemi Podujevën që kemi realizuar në RTK. Sadik, çka ndodh Podujev? Balotazh pa balotazh fiton Bulliqi apo shkon balotazh me... Në Podujev kemi një gorë që në fillim ka menduar që do të jetë pa balotazh. Qeveria është ende duke mbështetur edhe sot, edhe dje, edhe pardje kryetarin, kandidatin e tyre, kryetarin aktual zotin Bulliqi. Dhe është një gorë shumë e fortë e që do të vendos partia e tretë në Podujev. Unë mendoj që Podujeva do të shkon në balotazh në mes kandidatit të VV-s, zotit Bulliqi, dhe doktorit të LDK-s, zotit Hyseni. Po, ndalu këtu të Podujeva. Profesor? No. Balotazh pa balotazh, se po më intereson mendimi juaj se tani... Mendimi im është që Podujeva, zotit Bulliqi nga informacioni i LDK-s. Po, sigurisht. Mi po udhëheqi i LDK-s në Podujevë, i cili ka qenë motori i lëvizjes së situatës dhe ka kriju LDK-n atje dhe ka udhëhequr LDK-n atje. A Gemeliu dhe vili tjera rratina. Më falni, ja? Kjo në aty. Po, çashtu është. Kjo është hendikepi më i madh i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra ata që mbledhin vota. Sepse një. Pra në këtë kontekst zoti kandidati i VV-s duket që është ma afër votimit të tillë, votës e tillë me marrë për më shku pa parlamentazh, çka unë mendoj. Pastaj a ka nimu qana që ka nimu nuk e di, por ka bërë disa investime shumë të mira në komunën e Podujevës, të cilat e ka ndryshu pamjen e qytetit, ka bërë punë të mira në kuadrat e qytetërimit, ku diun e tjera, të cilat japin mundësinë në qoftë se din ai me kapitalizu që atë, unë pas të shprej mendimin tim që do të fiton. Pa balotazh. Fatime, shkurt. Mendoj njëjtë, vetëm për shkak të investimeve, angazhimin që ka pas të vazhdueshëm edhe për shkak që mungon një
fuqi e tretë politike Edhe reale. pse që ka qenë dikur LDK. Pajtohem. Duhet thënë edhe këto. Po për hir të korrektisë, Ka fitu për ndërtimin e profilit tij politik, po, ndërtimin e profilit tij politik më shumë e bën me këtë kauzën për demarkacionin, pastaj ndërtimin edhe tashmë si kryetari suksesshëm, po për tek kësaj konsideroj që po do jep mungon një parti e tretë e fuqishme, çka e pamundshëm balotazhin që do të thënë kur janë veç dy fiton bulli. S'kemë shtu diçka. Jo, kam shtu. Dy arsye të forta ka pse fiton pa ballotazh. Sepse PD-k-ja nuk mund përcaktoj nuk mund të jetë përcaktuese për balotazh, dhe e dyta, sepse nuk e komponin nivelin e detyrës për të qenë ajo që mund të tërheqë një numër të madh të votave. E dyta, kryetari aktual kur ka qenë veç kandidat, ka është bërë kryetar. E lëmë tash kur është në detyrë dhe ka treguar performancë. Po, vetëm është bërë, tregum si është bërë. Është bërë me vota përpara. Të kujt? LDK-ja ka qenë e para. Pavarësisht kësaj, apo ajo është bërë kryetare, tashme që ka arritur ta bëjë atë përmbysjen, gjëja e dytë, ka treguar performancën e qeverisje dhe LDK-ja, zoti Ekremi Hyseni është një njeri i jashtëzakonshëm, një burr fantastik, një mjek i shkëlqyeshëm. Kjo nuk do të thotë që mund të jetë një kryetar i mirë, por kjo në asnjë rrethon që ul vlerat e tij humane për çka qytetarët kanë respekt atje. Por unë besoj që në PD gara është tërësisht e mbyllur, edhe madje prej kohësh. Kamenica. Edhe kjo është një gorë interesante në mes VV-s, në mes Partisë Socialdemokrate. Menoni që qëndroni është? Qëndroni mundet me rreziku me çun balotazh kandidatin e VV-s, për gjitha investimet, ato investimet që janë bërë ashtu sikur janë bërë në PD nga qeveria, që i kanë dhënë krah zotit Rahimaj, atëherë e bën fitoren e tij ka gjë të sigurt, ndoshta edhe pa balotazh. Megjithatë ato nuk i di, është komunë e vogël, është një vojzë e mirë e Partisë Demokratike, është një kandidat i mirë i AK-s, që munden me marrë vota. Dhe me SB votën e lëvizjes. Si konkurrent e she Kastratin. E shoh Kastratin në balotazh me Rahimajn. Realisht nuk mund të them që mundet më fitu pa balotazh atje, sepse atje është votë e vogël dhe tash ne nuk mundemi më thirr në votat e vitit 2021, atëherë ka qenë një eufori e jashtëzakonshme. Po mendoj që Kamenica ka gjastë të kaloj pa balotazh për shkak të punës të mirë dhe performancës edhe kandidatit që ka qenë kryetari i komunës, edhe pse unë pak ndryshe prej zëqirit e shoh që këtu nëse do të ketë potencialisht për mbysje të rezultatit ose diçka, edhe pse nuk e shoh më serioze rikthimin e Surdullit në garë për LDK-n, sepse LDK-ja dikur ka qeverisur me këtë komunë dhe ka pas strukturën goxha të shtrirë, sepse qëndroni megjithatë ka qenë pjesë e strukturës të lëvizjes vetëvendosje dhe tashmë nuk e ka këtë mbështetjen e madhe. Prandaj nëse potencialisht ka ndryshim të situatës në terren, rrezikun e shoh nga zoti Surdulli që është kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse LDK-ja dikur ka qeverisur me komunën e Kamenicës. 3 mandate ka qenë kryetar komunës. 3 mandate ka qenë, pajtohem, nëse ai ka mërri për gjatë kësaj kohe me aktivizu mbështetjen që kanë pasur votën, ka mundësi që të bëj rikthimin. Në të kundërtën e shoh që edhe zoti Rahimaj mundet me kalu pa balotazh. Debatin Gjakov, profesor, e ke përcjell, është Gjini edhe gola atje. Po gola i VV-s. Edhe sheha i LDK-s. Ka dhe të tjerë, po këta që... Natyrisht se Gjakova me Gjinin ka arritur një sukses mjaft të madh, dhe tim në kryer në shumë punë atje në Gjakovë. Kësaj nuk i pëlqen. Jo, po konfirmon. Me njerë Na vesh po konfirmojmë. Këta ku nuk ju pëlqen reagojnë. Jo, na vesh po konfirmojmë që është e saktë që po thoni që zoti Gjini Gjini ka kur një sukses shumë madh dhe ka qenë shumë pragmatik dhe në realizimin e shumë projekteve të cilat i ka përcaktuar ai. Dhe në anën tjetër duhet të themi se ka investuar shumë në rreth në Gjakovës, ja që fshatrat rreth Gjakovës janë të lidhura shumë me të kaluarën e Ramushit dhe me luftën e Ramushit. Dhe natyrisht pastaj kjo ndikon përsëri tek dhënia votës për zotin Gjini. Po edhe brenda në Gjakovë, kush ka qenë Gjakovë, i ka disa punë të cilat i ka kryer, ndonë se ka metur shumë keq ka autostrada e cila ka filluar në kohën e Ramushit dhe ka metur në gjendje të mjerueshme nga Klina deri në Gjakovë atje. Megjithatë unë mendoj se Gjakova duhet të fitojë zoti Gjini. Ka balotazhe mendoni? Mendoj pa balotazh. Dorajet? Nëse ka balotazh në Gjakovë është sepse kena disa parti politike, të dyta dhe të treta, të cilat mund të marrin një vot konsoliduar.
Po, thuhet që LDK-ja atje ka një aktivizim. Ashtu është. Lëvizja vetëvendosje me profesor Gullin mund të jenë, natyrisht të dy të besojnë në këtë garë. Zërat atje tregojnë që ka një pranueshmëri të madhe për profesorin, pa që ka se natyrisht një distancë e madhe ti ka qenë për shkak të angazhimit i në universitet. Çështja pse shkon në balotazh Gjakova, jo për shkak të Xhinit, por për shkak të shehut. Pra, unë besoj që ka një konsolidim të votës së LDK-s. Po ka rol atje? Kandidati ka qenë kujtë? Kandidati ka qenë, së ta themi, aktiv, por ka qenë në bashkëqeverisje me zotin Xhinin. Dhe e posh edhe në debat këtu, që ka qenë pak më i ndrojtur, gjithsesi një votë e vogël është edhe për balotazh pa balotazh. Çdo votë që shkon për PDK. Duhet të mbajt mend ditën e zgjedhjeve. Me balotazh. Sa dik me balotazh pa? Po tjetër nëse divesh me balotazh. Unë mendoj që zoti Gjini edhe pse Ardian Golave që ka mobilizu lëvizjen vetëvendosje, por do të jetë i hendikepuar dhe dëmtuar për alternative së Mimoza Kusarit, se unë shoh që partia Mimoza Kusarit nuk do ta mbështet kandidatin e vetëvendosjes për disa arsye. E para është sepse Mimoza Kusari është veten që kundërshtojnë kryesore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe nuk e lejon që të fitojë Ardian Gola karshi Ardian Xhinit. Njëni Ardian ka me fitu, por mendoj se Ardian Xhini do të fiton pa balotazh. Unë konsideroj që Mimoza ka goxha personale dhe me Xhinin sepse nuk e ka fituar për Xhinin dhe kjo është arsye. Falin e ka pas. Jo ka kandiduar ka personale me Xhinin, por Mimoza Kusari nuk është ngarë. Dy kandidatët po pajtohen, po megjithatë edhe dhe kes që janë shumë të fortë, krahasim me të kaluarën, janë jashtëzakonisht shumë të përgatitur, afrojnë ambicioz, ofrojnë zgjidhje për çështjeve të ndryshme me të cilat ballafaqohet qoftë qyteti si atë dhe rrethina, mirë po në krahasim me atë të cilën Ardiani ka arritur të krijojë në Gjakovë, brenda periudhës dy afate që ka pasur, është një madhe shumë e madhe. Dy mandate. Për të tretë është. Është një arritje shumë e madhe. Nëse bëni krahasimin që ka marrë për Mimoza Kusarit pozicionin e kryetarit, ku ka qenë atë kohë ju kujtohet, që ka lënë Mimoza në tërësi të shkatruar, të demoluar, absolut, sa në dyat zotit, kur gjë hiç, më në 4 vjetëve. Çdo gjë ka qenë zero. Kërkoj falje, po kështu ka qenë në realitet. Dhe ka punë këtë gjendje, është një arritje shumë e madhe dhe në këtë drejtim thash pak më Gjakova është investuar shumë. Ndonë që këta dy kandidatët janë shumë të fortë. Kudo që nuk është punuar. Për shkak mungesës kohës, po mundohem me shku në qendra më të mëdha, Pej. Po Peja është kandidati që 3 mandate është zoti Muhaxheraj. Kjo është mandati 4. Nëse nisemi nga të arriturat e zotit Muhaxheri, kemi në disa fusha, disa të arritura, po jo të atij nivelit për të cilat ne Që folëm më herët, për Gjakovën ose një rast tjetër. Nuk kemi të dukshme, të kapshme që qytetarët, sidomos qytetarët, ata që janë në qytet që banojnë, jo fshatarët e komfjarën, se të gjithë ne jemi qytetarë për në kuptimin e banimit e tjirë. Si kategori kushtetuese jemi qytetarë. Si kategori shoqërore ku banojmë dhe sociale, kemi edhe kategori. Në këtë drejtim ka shumë problem zoti Muhaxheraj të bëjë mobilizimin e qytetit për të dhënë votën. Pra nena në Pej unë besoj që do të shkohet në balotazh me cilët kandidatë shumë problematike të themi, sepse kemi Ali Berishën në Aleancën të Parimit e Kosovës, i cili vjen nga Aleanca që ka pas 2 mandate të veta, i ka 2 rrethe jashtëzakonisht shumë të forta, të cilat Aliun është shumë vështirë me lëshue, është që themi ne Lugi Baranit dhe Lugi Lishanit, kështu quhen. Po. Zyrtarisht. Që në lokalitetet të cilat i garantojnë një votë. Ashtu e kuptojnë qytetarët, po. Dhe këto janë ato, dhe natyrisht e kemi kandidatin e vetëvendosur, zotin Kelmendi, i cili ka një kushërinë tënd. Nuk ka kushërinë jami, se unë nuk vi nga Rugova, unë vi nga Plava Gucia, që s'kam parë lidhje. Kelmendin e dytë. Nëse Kelmend na jemi të gjithë. Unë e di që ti si me vetëvendosin, po Kelmendin e dytë. Jo, për shtatë të dytë jam i sigurt. Unë nuk kam asnjë parti politike aktualisht. Ta them sinqerisht, mirë po kandidati Kelmendi që vjen aktualisht, i ka njerëzit për rreth jashtëzakonisht shumë të përgatitur. Taulanti. Dhe është shumë fuqi energjike e cila për Pejen jap energji Pejës. Jap fuqi të reja Pejës. Jap kode të ri Pejës.
që është i munguar realisht në këtë mandat të kryetarit të aktual. Ja, do të korë suksesun është problematik. Pra, mund të ketë balotazh, po nuk dihet do të shkojë LDK-ja me VB-n apo me AK-n. Po megjithatë, kudo që janë 3 subjekte politike të forta me kandidat të fortë, ambiciozë, që kësaj radhe kemi disa komuna thënë të drejtën. Balotazh, por Vështria për Dërajetin. 4 parti politike që për post porës e dytës edhe treta dhe katërta kanë numër, kanë vota. Partia Demokratike që ka një votë që zakonisht e ka dhonë për koalicionin me Lidhjen Demokratike. Partia Demokratike në pej nuk mund me konkur me di çfarë do partije që mund më shku balantazh. Me Jo, e konsideroj që potencialisht nëse do të kemi një marrëveshje në mes të dytit edhe të tretit, mundësi që i katërt vendosja nga balotazh është vetëvendosja me LDK-n. Pra e përjashton AK-n. Se përjashtoj është shumë ofër në vota. Unë këto tria ti them edhe vetëvendosja e Aleanca edhe shumë i koncentruar në pej dhe ku më duket që ose fiton Zoti Muhaxheri pa balotazh ose shkohet në balotazh me AK-n e Ali Berisha. Ali Berisha shumë mirë. Po më pëlqen këto mendime ndryshe. Vushtria për Dërajetin, ka pak konflikt interesi, se na vjen nga atje, po na intereson shumë. Kush shkon në Vushtri? Fillimisht po më pëlqen që po thu po na intereson shumë. E dyta, në Vushtri ka në gjasë balotazh. Dhe arsyeja pse është kësaj është se Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia që përbindjen time është e treta atje, nuk lën që të dy të parat, Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, të fitojnë pa balotazh. Pra, kjo është logjika dhe kjo vlen si formulë për shumicën e komunave. Kjo nuk vlen në Nobilic. Kjo shumë vështirë të vlej në Podojev. Kjo shumë vështirë të vlej në Kamenicë. Sepse nuk e kemi një të tretë që bën dëm për dy të parat. Po nuk e di që në partijeti, po ne shoh PDK-n jashtëzakonisht shumë fort në Vushtri. Siç po shihet, prandaj e vendosa të parën. Jo, këta janë pa parti, na i kemi thirrë pa parti politike, pro. Po shoh anime të në këtu. Jo, anime, jo. Kanë vendosur në Vushtri? PDK-n të parë? Edhe në është kryetari vendosur. Kryetarin aktual. Po, ai është e parë në balotazh. Po ne drejt balotazhit. Sonë Fereti Drizin kurs që kam dhënë dorë në jetën time. Po duket se PDK është e organizuar më mirë. është e konsoliduar më mirë. Më e mirë është kandidati se partia. Edhe qytetari i Vushtrisë, edhe pse është Dërajeti nga aty, qytetari i Vushtrisë do të votojë ka Partia Demokratike. Edhe unë mendoj që s'do të ketë as balotazh. Pa balotazh mendoj? Pa balotazh. Jo, balotazh do ketë, po unë po provoj që ta argumentoj kolegut, jo për të insistuar. Po e vrej që LDK-ja mund të bëjë dëm në kuptimin e krimit balotazhit. Në Vushtri votohet për profilin, nuk votohet për parti. Kjo është diçka që di. Pasi profilin në sot Ademi e kom pas profesor ku kom qenë në dekan, është mjaft i përgatitur në kuptimin e tij. Ska rritë të konsolidohet mjaftueshëm në komunë dhe hyri vonë. Është jashtëzakonisht i përgatitur dhe hyri vonë si profesor. Jo, hyri vonë, po, edhe prandaj po e përmendi. E kështu që kjo është arsyeja pse do të ketë balotazh atje dhe pse është shumë e rëndësishme që profili i kandidatit që të përcaktoj fituesin atje. Edhe kjo është nuk është për mos më pajtu me mikun tim të çmuar Sadikun, po për me po një realitet të cilën sapo e poshtë sot. Debat i nxehtë ka qenë në Mitrovic. E kemi pas mbrëm këtu në RTK, një debat në mes të PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje, sepse kandidati është i guxos, po përfaqëson Lëvizjen Vetëvendosje zotri Peci, me një LDK e cila nuk e di se sa mund të mbledh vota që ta siguroj balotazhin mes këtyre dyve, Fatime. Si analizon Mitrovica? Realisht, unë e thash edhe dje 3 kandidatura serioze, do me thënë 3 profile jashtëzakonisht mira, por megjithatë për shkak që LDK-ja për kohë të gjatë ka qenë jo shumë aktive në Mitrovice, mendoj që gara në Mitrovice do jetë goxha serioze, për faktin në mes të dy PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje, ose kandidatit të guxos dhe Lëvizjes Vetëvendosje, zotit Pecit, për shkak se edhe të mos punës që ka ndodhur në komunën Mitrovicës, e tham edhe dje, po am edhe dje, do me thënë edhe si komuna tjera, po kryesisht kanalizimi, mungesa ndryqimit, pastaj mungesa qerdheve, mos investimi në shkolla,
si kur ka me pas ma të litë qytetari atje për me të vendose dhe me ndo me endjen se cili ka më qenë kryetari. Zonja Fatime, dje kemi po edhe i arshëm deklarata të rranjshme, kontrota të rranjshme, deklarata të rranjshme, unë kisha me ushu, se kanë demantuar njerës të subjektit politik, kanë demantuar njerës të subjektit politik të punësuar atje, të punësuar. Mu më mjafton fakti që kanë ndërtuar me pëlqim të ministrisë e jo me leje komunale. Abdin, s'ka nevoj më thonë dikush se unë kom qenë pjesë e qeverisës komunale vetë, e di që nuk ndërtohet me pëlqim nga ministria, por punohet edhe ndërtohet vetëm me leje për komunës, sepse komuna ka të drejtë ekskluzive për lëshimin e lejeve. Gjdo të kalimi kësoj është shkete. Komuna ka, por bëhet ankesa, institucione tjera, atëherë po jo pas, po nuk o reja jo të fore. Por me gjitha të qytetarët atje të ta vendosë, Fatime ka gabim se kjo tem nuk rrej, shumë është rrej, jenë rrej tema tjera të kontrota, po në shkrim se so ajo tema e ndërtimi. Qka s'po kuptohet? E kemi parë një kandidat të LDK-s shumë serios, shumë ambicios, i cili ka shpalosur pa fundësisht problemet të komunës. Madje kemi parë... Edhe kërkon të këtë debatin në projekte, për të drejtë. Po për nësë me analizu debatin, mbroam, arsyeja se tash i nxet në kuptimin që po shihet që përballja e zotri Pecit me zotri Tahirin... Po, nuk janë vetëm projekte, ka akuza dhe kurar. Pra, mendoni Mitrovica shkon pa balotazh, me balotazh me PDK-n? Realisht e mendoj që do kaloj pa balotazh vetëm për shkak të mos punës që ka ndodhur atje. Për LDK-n, apo? Nuk, unë sa e njoh Mitrovicën dhe kandidatet e cilët konkurrojnë, nuk mendoj se mundet një kandidat me fitu shumicën e votave dhe me dalë pa balotazh. Në Mitrovicë. Mitrovicë Jugut. Në Mitrovicën e Jugut e futasin. Parasysh se të dy kandidatet që janë, njëri është kandidat që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, që është shok shumë i ngushtë dhe bashkëpunëtor shumë i afërt i shkrytar i tanishëm, dhe kandidati tjetër nga vendosja është një kandidati që vjen nga një pozicion i ministrit, ku këte akuzojnë për mos realizime projekteve këtu, dhe këte akuzojnë për diçka krejtësisht tjetër këndena. Pra nena është shumë problematike, që të themi si reflekton po thoni puna në ministri dhe puna e një kandidati përpara që qytetarët tjetë i papërcaktuar dhe mund të shkojnë në balotazh. Po, analizë interesante. Edhe për shkak kandidaturës të LDK-s që unë e kam vlerësuar jashtëzakonisht përgjithshme edhe përgatitur. Duret? Kandidatura e LDK-s është më pëlqyer se sa që është pritur ose se sa është gjykuar fillimisht. Unë besoj që nuk do të ketë balotazh atje, dhe ka dy arsye të cilat janë për dhe kundër kësaj. Ju mendoni që shkon Peci pa balotazh? Unë mendoj që po, dhe arsyeja do të jetë mbështetja e madhe që pritet të marrë nga qeveria e Kosovës përkatësisht nga kryeministri Kurti. Dhe kjo është për me vazhdu narrativin e tij për Mitrovicën, për asnjë arsye tjetër. Dhe kjo nuk e bën, vetëm çfarë, kjo nuk e bën Arjanin, si ta themi, të pasakt në prezantimet që ka pas. Kandidat shumë serioz. Pra edhe ai është e ardhmja e Partisë Demokratike të Kosovës. Do ta them këto me zë e figurë. Por ka një arsye tjetër që lidhet me një variabël e cila e favorizon për momentin Fatunën. Kryeministri Kurti nuk voton Mitrovicë, kështu se s'mund. Ska votuar s'po dje para 4 vjetëve, po në rrej rrethon. Edhe unë e shoh Mitrovicën. Edhe Arsimis votoi që po. Edhe unë e shoh pas balotazhit fitues Arjan Tahirin. Po, interesant. Me koalicion, po koalicion së Ruaj që të do. Ruaj. Për disa koalicione. Arsimi kur ja bëj kryqe. Spektakël me dy votues zoti Kurti nuk bën Mitrovicë. Spektakël sa ekrani. Zoti Kurti në Mitrovicë, atëherë narrativa shumë e rëndësishme. Lëvizën gjunat. Unë e shoh në balotazh mes PDK-s edhe vetëvendosjes, edhe Guxas, edhe alternativës që janë bashkë, dhe në fond edhe pas balotazhit e shoh fitues Arjan Tahiri. Prizreni? Sepse patëm debatin për Prizrenin, balotazh... Besëm këtë kam balotazh pa tjetër, kena prit shumë nga kryetarit totaj, unë kam pas një simpati shumë të madhe për të, sepse vinte nga një fushë e menaxhimit, e donte sportin, ishte një figurë interesante për atë kohë, edhe pse e mposhte një shok koleg të punës, profesorin me Taher, por gjithsesi u duk si një prurje re për PDK-n. Vinte nga dhe por nuk më duket që mbeten në nivelin e detyrës për çka bastioni PDK-s që ishte tepër i rëndësishëm për Partinë Demokratike prodhon të rezultat. Balotazh mund ta rrezikoj? Nuk kam asnjë gjykim, por unë besoj që do të ketë balotazh atje.
Sepse nuk i poshtë dhe nuk i kam ndjekur. Prej gjithë kandidatëve që e shoh kryetari aktuali është për mendimin tim në nivelin ma afërt që t'i fitoj votat, nuk jam shumë në mendimit kolegut që tha pa balontar, nuk e shoh ndonjë mundësi të ecet atje. Do të ketë, po kush do të shkojnë në balontar, nuk e di. Përsëri ta them mendimin tim se e njoh personalisht kryetarin aktual Totaj. Dhe kam konsiderata për te jashtëzakonisht shumë të mira, pozitive. Besoj kum pritet edhe më shumë sepse ishte disi më profil ndryshe. Kam shpresë në te. Që sa diku për prezrenin dhe duke njoft operative në PDK-s, e shoh që në balotazh do të shkoj, por do të jetë i pori, shoqër Totaj, i ndjekur pas nga zotja Broshi i vetvendosis. Kështu mendoj edhe unë. Shkurt, sepse i kam 3 minuta, e di që ne diskutuam në të përgjithshmën, por shumë rëndësi Prishtina. A mund të ndoni Fatime balotazhin 2 veta? E konsideroj që për shkak që LDK është në komunë dhe gjithmonë ka përparësi ai që është në komunë, e konsideroj që balotazhi në Prishtinë do të jetë në mes të zotit Rama dhe zotit Çeku që vjen nga lëvizja vetëvendosje. LDK VV. Okej. Prof? Kështu mendoj edhe unë, LDK VV. LDK VV. Dre? Më vije keq që PDK-ja nuk mund të shkojnë balotazh. Besoni më vije shumë keq. Edhe më vije shumë keq. Dhe për shumë arsye, unë do doja që PDK-ja të ishte në balotazh në Prishtinë, por ka 2 shtretër të mëdhej elektoral të cilët nuk i garantojnë asaj këtë arritje. Unë para 4 vite që kam parë Uranin, kandidatin më të mirë që kena pas në zgjedhje, po shtrati elektoral nuk i mjaftonte. LDK VV dhe jo. VV LDK. A e para VV-ja, LDK-ja e dyta, okej? Kështu edhe unë mendoj. VV-ja e para, VV-ja... Të dash me orë ma shpesh, profesor? Ma shpesh me do të morë se gjithë kjo harmoni. Nuk është pa mendoj që në Prishtinë LDK do të dele para dhe PDK do të dele dyta. PDK e shes aty ka po. Sa mirë që ndryshoj pak. Me një diferencë të vogël, PDK-s me VV-n. Për fat keq Urani ka qenë disa kandidat. Njëherë për pak shumë bu dhe këtë e ka problem Urani, ka disa handikepe. Edhe snajti deputete pastaj më dyqysh si me korespondencë po rrin, por më nuk u angazhuar shumë në Partinë Demokratike, iki shumë hyrave të tjerë të murna, tani dul. Në 2021 ku kandidatë më mirë në Kosovë. Më mirë me fushatën më të mirë. Edhe si profil i duhet zgjedhur. Shpresoj shumë që ta kemi debatin për Prishtinën. RTK-ja e ka siguruar datën e 11 tetorit. Besoj që kandidatët e Prishtinës do duhet vinin në RTK të gjithë, ta konfirmoni në ardhje, është televizion publik, e siguron hapësirën e barabartë për të gjithë. Ne do të presim përgjigjen e tyre dhe gjithsesi se do të ketë debate tjera, nesër është Vitia, vazhdon Dragashi, Stogu, Deçani, Skëndera, Gjilani, Klina, Lipjani, Fush Kosova dhe fundit Prishtina. Faleminderit profesor Kelmendi. Në qoftë se vinë me datën 11, kandidatët e Prishtinës në studion e Radio Televizionit Kosovës, me datën 11-12 natës, para se me fillu zgjedhjet e 12 tetorit, ka më ditë kush ka medali pari, kush ka medali dyti. Ja, ti frigove më sa dik, se nuk kanë mundësi mas nej me uarsetu. Në qoftë se ata dalin, i ballavaqojnë projektet. Ka me dalë. Atëherë nej, u dihet para se me një zgjedhje kush ka me fitu. Shumë faleminderit për opinionet e juaja, shumë faleminderit të nderuar shikues tu po e përfundojmë edhe këtë analizë zgjedhore. Ne do të jemi nesër sërish duke filluar nga ora 20:20 do të jemi me komunën e Vitis dhe pastaj analizën zgjedhore. Ju qëndroni me RTK. Mirupafshim.